14 shtatorin, 14 shtator. që s'u paraqit asnjëherë, 21. Kush është fjalia? Fjalia e Sali Berishës kur trembet, kur ndjen. Në këtë periudhë deri para reformës së drejtësisë, krijimit të SPA ose futjes së ndërkombëtarëve me KEM në drejtësinë. Nuk e di sa fort janë futur, po e di që janë brenda. Se kur të dalin te Balluku do të tregoj edhe pse se shmangnin dot, pse se shmangën dot, dhe të dojë Edi Rama dhe të dojë vet Balluku. Çështja është që Sali Berisha tha, Ilir tha, unë e kam thënë, tha, duhet prokuror ndërkombëtar. Unë aty kuptova frikë. Domethënë, ky po e devijon këtë hetim pa vajtur të paraqitet, thot dua si të bëjmë një gjë ne të dy. Jo, po nëse Ilirën tash se s'është çardoi. Jo. Unë po flas që për shembull Lulzim Basha më duke qetë kur doli. Ka qenë figuron deri tani. Nuk e dim çfarë është hetimet. I thash çfarë dihet, çfarë ka qenë dëshmitar. Po të them këtë, Sali Berisha nuk më duke qetë. Sepse kur njëkohësisht po e shoqëron këtë duke ditur që 21 janari, unë e kam thënë nëpër studio, është drejt mbylljes në një farë mënyre, thret fillon dhe radikalizohet. Shko, këta politikanët shqiptar mund t'i lexosh, mund ta lexosh se çfarë do të thotë. Pa patur burime brenda në SPA fare. Shiko, mënyrën e këtyre, mënyrën se sillen. Po filluan sulmuan ose radikalizojnë gjendjen ai të ngrihemi në revolucion, ai të bëjmë protesta, ai të. Po tash nuk ajo që thotë ti po përpara edhe jo drejt, tash nuk lumo njëri ti shife se ka përfunduar Berisha. Jo, nuk lëviz me njëri sepse dëgjoj. Po si mund të lozë? Jo, nuk është problemi aty. Ai ka krijuar një gard personale, si gardat e... Bunker them. I blindoi dhe imunitet, etj. S'ka një zë që të... S'kam ajo e diskutojmë tjetër, po ajo parti unë nuk them që... Unë them që nuk mund të ribëhet më. Jo, pak i ka... Ajo do shkërmojë deri në fikje fare, sepse e para nuk është një parti që ka fibër. Edhe mënyrën se u kriju. Po kjo është një temë tjetër. Është një parti punës e gjeti fuqinë dhe ndryshoi emrin, më burrë, dhe ndryshoi xhaketat. Po. A e mban mend në 91, se partia e punës ishte ajo. Po lodhën një kongres, edhe këta nuk lëvizin, këta nuk lëviz. Po sepse nuk e kanë ndërtuar, sido që tjetër nuk e kanë ndërtuar mbi bazë vlerash kjo parti, jo se kanë vlerë. Çfarë doja të kujtoja? Doja të kujtoja këtë për shembull. Tani ti thret njerëzit, se njerëzit sa do militant ti jesh, sa do trushkollur ti jesh, sa do i indoktrinuar ti jesh nga parallat e Sali Berishës. Ty të del për shkak para 5 ditësh doli vendimi që u rrëzua nga gjykata e lartë.